Shikues të radio televizionit të UTA, u rikthejmë në studio, ne qëndrojmë në pjesën e dytë të këtij emisioni të mëngjesit, do të vijojmë tashmë me temën dhe të ftuarin për këtë mëngjes. Me neve në studio kemi nderin dhe kënaqësinë që të kemi afaristin Lam Kallaba për të bashkëbiseduar për fillimin e sezonit turistik dhe se si do të jetë për rrjetin e ekonomisë në Ulqin dhe në vendet bregdetare, nëse mund ta quajmë kështu. Mirëmëngjes dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmëngjes edhe ju, mirë se u gjetëm. Ju uroj edhe shikuesve të juaj një ditë të mbarë, gjithashtu edhe ju. Faleminderit edhe njëherë që jeni sot me neve. E dim që jeni një afarist i shkëlqyer, nëse mund të them kështu, dhe na tregoni si ishin këto ditë të fillimit të sezonit turistik për juve. Faleminderit për komplimentin, nuk e konsideroj veten ashtu, por gjithsesi faleminderit. Fillimi i sezonit është shumë i mirë për sipas këndit shikimit tim. Ajo shihet, besoj që edhe me syrin e njerëzve të tjerë, Ulqini ka qenë i mbushur. Kemi pas një maj të mrekullueshëm, sepse një maj gjithmonë është si shenjë, si barometër që tregon se sezona do të jetë e mbar, kurse tashti për festën e Bajramit, unë mendoj që ka qenë një surprizë, një befasi e këndshme. Ulqini ka qenë i mbushur, gjithsesi edhe sot vazhdojnë të ketë turista, koha ishte mirë, kështu që duhet të jemi të kënaqur. Unë besoj që kjo ka qenë një befasi e këndshme, sepse është ndoshta numri më i madh i turistëve që mbaj mendur në këtë datë. Do të thotë është shumë mirë. Cilat janë ndoshta edhe ato sfida më të mëdha që përballen tregtarët dhe pronarët e pompave të karburantit në prag të sezonit turistik? Sfidat, pengesat, do të thotë ne shumë herë vetvetes ja bëjmë pengesat më të mëdha, sepse gjithë ne e bëjmë sezonin, gjithë ne bashkë. Njëherë do të jemi njerëz të përgjegjshëm, duke filluar nga brëllogu, nga rregullimi i oborreve tona e ma gjanë. Mirë po, gjithsesi, duhet të kemi pak përkrahin edhe të komunës, sepse duhet të sanohen disa pjesë të rrugëve, duhet që të kenë turistët një ndjesi më të mirë kur hynë në Ulqin edhe kur qëndrojnë në Ulqin, sepse ka shumë probleme. Gropa që nuk janë, mendoj që nuk janë shumë shpenzim i madh për komunë, mirë po pengesë është gjithsesi. Si ndikon ndoshta edhe sezoni turistik në të ardhurat dhe organizimin e biznesit tuaj? Është diçka më ndryshe këtë vit apo se e keni planifikuar? Jo, gjithsesi është rutinë njësoj si viteve të tjera, duhet angazhim shumë i madh, ka problem pak a shumë me fuqi punëtore, duhet gjithsesi angazhim i veçantë, por ajo është si gjithmonë, duhet përkushtim, punë shumë më tepër në sezon, shumë më tepër se sa pjesën tjetër të vitit, por se kjo është, vetë kemi zgjedhur, ecim përpara. Si ndryshon ndoshta edhe strategjia juaj e furnizimit dhe menaxhimit gjatë sezonit turistik? Vetëm organizim më i mirë, edhe për kujdesje, edhe të them drejtën, ne angazhohemi komplet familja, komplet gjithë, nuk ka orar tetor, dhjetor, 16 më tepër. Domethënë, sezona është gjendje e jashtëzakonshme pune për ne, sepse ne varemi prej kësaj sezone, prej dëmuj sezon. E dim që kohëve të fundit keni pasur edhe një bashkëpunim me një pompë tjetër. Na tregoni si është kjo? Po, kjo është një risi, kemi bërë një kontratë ekskluzive me Ina Mali Zi, do të thotë furnizohemi vetëm me derivatet e Inës, ajo është e njohur, bile gjeneratat më të vjetra e njohin shumë më tepër, se ka qenë karburant shumë i njohur në region, kështu që kemi vendosur të bashkëpunojmë vetëm me ata, dhe me ta kemi kontratë ekskluzive, shesim vetëm karburantet nga rafineria e Rijekës, Inës Kracis, faktikisht Ina Mali Zi. E shihni që kohëve të fundit ajo është konkurenca në rritje, ndoshta në rrjetin e marketeve dhe këtyre të tjerave? Po, normalisht, domethënë konkurenca të bën më të mirë, të bën më të mprehtë, të bën me punu më tepër, kështu që nuk e shoh ai problem kështu, sepse veç jemi mësuar me
këtë rrjell të situatave. Sa i përket edhe fuqisë punëtore, si jeni në këtë kohë dhe keni mjaftueshëm? 90% jam në rregull me fuqi punëtore, sepse gjithëdhimit i kushtoj kujdes kësaj pjese, por gjithmonë është një 10% që të shkakton probleme, që punon gjithëdhimin, tash të du me kalu diku tjetër, por gjithsesi këto janë sfida cilat duhet mi kalu për këtë nëse mërim me i rregullu ashtu siç duhet edhe me zgjidh ashtu siç duhet, atëherë do të jetë suksesi joni, kështu që na duhet me ecë. Patjetër, a merrni ndonjëherë ndonjë mbështetje nga autoritetet lokale apo shtetërore për sezonin turistik, sepse e dim që gjithmonë sezoni turistik na duhet edhe një përkrahje tjetër për të pasur më lehtë që të ecim më përpara. Jo, unë besoj që gjithë e bëm punën tonë ashtu siç duhet, domethënë unë bëj punën time siç duhet, komuna, autoritetet lokale, shtetërore, ata bëjnë punën e tyre, kështu që besoj që aty në rregull, domethënë gjithë jena në vijë. E shihni që zhvillimin e këtij rrjeti tregtar është në rritje dhe si ballafaqoheni edhe me konkurrentë të tjerë, keni ndoshta edhe ndonjë farë lloj bashkëpunimi tjetër në këtë pjesë? Gjithsesi, po su rrite do kthehesh mrapa, kështu që gjithmonë duhet të tentojmë që të rritemi, gjithsesi gjithmonë vazhdoj që të kam plane të tjera për zhvillim, kam plane në Vladimir edhe një pikë, por ta shohim, jem në fazën e rregullimit letrave, dokumentave, kështu me radhë, por duhet të ecim edhe duhet planifikojmë, sepse nëse nuk rritemi atëherë kjo puna jonë një lëvizje të njëtrajtshme nuk e njeh, domethënë ose rritesh ose bjen. Këtë vit, këtë sezon, si e shihni edhe nga ana më lart shtetërore, janë çmimet në rregull dhe si i duken edhe turistëve që janë duke ardhur këtë sezon? Keni ndonjë opinion të tyre? Unë mendoj që është normale, domethënë ka pak në krahasim me vitet tjera ma pak rritje çmimeve, por edhe në Kosovë edhe në region ka njësoj rritje çmimeve, domethënë është normalizu pak a shumë. Domethënë e mira jonë është që këto çmimet e akomodimit janë të lira, domethënë ta shohim si mjet si do të shkojnë çmimet e plazheve, sepse ka pasur atje bajagi luhatje, por besoj që gjithçka ka më shku mirë. Por gjithçka varet përsëri nga ne, nëse ne angazhohemi edhe kujdesemi, edhe e duam, edhe e respektojmë klientin, ai patjetër që do të vijë. Si ju duket edhe kjo një ditë pushim në javë që është nga ana juaj, sepse e dim që në pompa gjithmonë ka më tepër punë gjatë ditës së diel. Si e shpjegoni këtë pjesë, duhet që të hapen marketet e tjera, po të kemi një ditë pushim? Ishte shumë temë ndjeshme, se sido që të flas, do të thotë nuk është, por ne jemi vend turistik, edhe turisti kërkon që ta shërbejmë, në për atë shërbim ne marrim pjesën tonë dhe jetojmë nga ajo pjesë. Mirë po, gjithkush kush e shikon ndryshe, por se unë mendoj që bile sezonin turistik duhet punojnë gjithë edhe t'jenë turistët, klientët t'jenë sa më të kënaqur me ne, se sa më të kënaqur ata do të vinë përsëri, kurse ne jetojmë nga kjo sezon. Shumë e vërtet. Ju jeni një afarist edhe siç e cekim edhe më përpara, se keni arritur mjaft. Çfarë do t'i thoni të brezit të ri? Si mund të arrijnë majet e suksesit dhe çfarë duhet të veprojnë? Unë mendoj që vetëm puna dhe vetëm puna do të na sjellë sukses, sepse vetëm mos të bëm kulturë jo punet. Nuk punohet për kaq parë, nuk punohet për aq parë, duhet më shumë më pak. Nëse e dashurojmë punën, edhe marrim shprehi punet, lekt paret do të vinë gjithsesi. Herët ose vonë do të vinë. Nëse punojmë vetëm për punë dhe për shërbim, domethënë unë kam zgjedhur të jem në shërbim të njerëzve, dikush tjetër ka zgjedhur një punë tjetër, po secili duhet me bë punën e vet ashtu siç duhet edhe në mënyrë të ndershme. Nëse arrijmë këtë, domethënë për lekt s'kena probleme, se vinë vetë jo. Patjetër, do të thotë jeni të kënaqur me një fillim sezone turistik, apo jo? Po, patjetër. Besoj që edhe të tjerët janë kënaqur, ju uroj gjithëve një sezon të mbar edhe ju, kështu që gjithë bashkë kur jemi të kënaqur është shumë më në rregull. Patjetër, ne ju falenderojmë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit dhe bashkë biseduam në pika të shkurtra për fillimin e sezonit turistik dhe si po vijojnë më gjatë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe ju për ftesën, ju uroj ditë të mbarë edhe sezon të mbarë. Faleminderit.